Kim është ngritur dhe akuza e vrasjes ndaj këtij shtetasi. A do të qëndrojnë këto akuza avokat në Tash më pritet që do të jetë gjykata, që avokati mund ta siç edhe ju e thatë, u bë shkak i këtij zbardhjes së kësaj ngjarje, u bë në DNA-ja, pra u bë ADN-ja e gjurmët e gjetura në mjet. Gjurmët e gjakut të gjetur në mjet. Të përdorur në atentat. Personi i cili shmarr në përgjegjësi penale nuk vazhdon të këngull që nuk është ai autori, pra e ka mohuar. Personat e tjerë të cilët janë në kërkim nuk e dim çfarë qëndrimi kanë, por për sa i përket historisë së gjakut, shiko, rastet kanë treguar që mund ta gjesh gjakun në makinë, por nëse ti nuk e lidh dot me vendin e krimit, është shumë e vështirë për ta dënuar gjykata, sepse ti mund të gjesh gjurmët e gjakut në një vend, por nuk i gjen te vendi i krimit. Ndërkohë që ka ngarkuar pozitën ligjore përtej ndihmës së autorit të dyshuar të krimit, tashmë është edhe si bashkëpunëtor apo e akuzuar në vrasje drejt për drejt. Po, problemi është që ta implikosh atë, duhet patjetër disa prova të tjera. Dhe gjurmët nuk thonë asgjë derisa ti ta provosh atë shkencërisht nga pikpamja edhe disa prova të tjera, sepse ka vendime të gjykatës, qoftë gjykata shqiptare apo gjykata e Strasburgut, që thotë vetëm me një provë nuk mjafton që ti ta dënosh një person. Pra, nëse ti nuk ke 2-3 prova në harmoni me njëra tjetrën, është shumë e vështirë që ti ta dënosh, pra që ta deklarosh të fajtor një person. Kështu që më duket një çështje e cila do ketë dohajë dhe debat gjyqësor patjetër, por më duket e pa formuar mirë akuza nga ana organit të procedurës. Gjithsesi, personazhi i cili ka ndëruar jetë, që tashmë është viktima, ishte bërë objekti disa sulmeve të mëpashme. Pa dyshim pastaj duhet vërtetuar që lidhjet që ka ai me ta shtëquotrën banda e Nikrit e kështu me radhë. Kështu që gjithsesi provat duhet të jenë të bashkëlidhura për të dhënë një vendim ashtu siç është paraqaktuar edhe në kodin e procedurës. Një tjetër ngjarje që ka ndodhur gjatë ditës së sotme, në fakt ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, për zbuluar vetëm rreth orës 8. 30 plumba Kallashnikovi janë qelluar gjatë natës në fasadën e një kompanie farmaceutike në rrugën dytësore në autostradën Tiranë-Durrës. Fatmirësisht nuk ka pasur të dëmtuar për shkak se nuk ishin në orar pune. Kamerat e sigurisë kanë filmuar të gjithë ngjarjen, rezulton të jetë qelluar nga një makinë e cila është larguar në drejtim të mbikalimit të Kasharit. Ndërkohë, bëhet me dije se ishte roja i objektit, por nga ana tjetër, ai nuk kishte dëgjuar, pra ngjarja është konstatuar vetëm në orën 8, kur pjesa tjetër e punonjësve të kompanisë kanë britur dhe kanë parë shenjat e plumbave për të cilat njoftuan më pas edhe policinë. Si shpjegohet, Lisi, që roja i objektit të mos ketë pikasur edhe këtë ngjarje? Pikërisht për këtë fakt, pra policia e Tiranës e ka mbajtur për disa orë, pra gjatë gjithë paraditës dhe gjatë drekës e ka mbajtur në komisariat rojen e objektit ku e ka marrë në pyetje, ai vazhdon akoma, pra ka vazhduar, ka mbajtur të njëjtën linjë që nuk ka dëgjuar të shtëna armësh në atë zonë, por kjo mbetet për të parë tashmë nga grupi i hetimit se cila do jetë deklarime, pra duke qenë se ka mbajtur shumë gjatë, cila do jetë dëshmia e tij e gjatë, pavarësisht faktit që ai mbetet deklarimit kryesor që nuk ka dëgjuar asgjë. Por faktikisht në atë zonë ka pasur të shtëna, pra pikërisht kanë qenë punonjësit që kanë ikë ditën e sotme dhe vetë policia nga kamerat e sigurisë, pra kur bëri këshyrjen e kamerave të sigurisë arriti mund shifte dhe orarin kur kishte ndodhur ngjarja e cila kishte ndodhur fiks në orën 2:08 minuta. Pra ka qenë pikërisht ky orari kur dhe automjeti ka qelluar. Përveç zonës përreth, pra është një zonë e cila mund të themi që është një zonë e blinduar me kamera. Ajo zonë janë sekuestruar deri para 2 orësh që unë ka pasur komunikime një nga personat e grupit hetimor janë sekuestruar deri më tani rreth 30-35 kamera sigurie. Dhe do të shohim pastaj mbi itinerarin që kanë ndjekur automjeti pasi nga këshyrja para prakave. Ende nuk është rënë gjurmë të autorëve, por ende nuk dihen as motivet. Vetë pronari i kompanisë është marrë dhe ai në pyetje mëngjesin e sotme. Pronari i kompanisë nuk e ka ndihmuar grupin hetimor, ai ka deklaruar përpara hetuesve se nuk ka asnjë lloj problemi me askënd, nuk ka pasur asnjë kërcënim kohë të fundit dhe nuk ka probleme
lidhur me këtë ngjarje, por pritet që ai të merret në pyetje edhe një herë tjetër dhe pra prokuroria vijon, pra hetuesit prokuroria bashkëpunim me policinë do vijojnë hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje, po me shumë gjasa do jetë e vështirë për të identifikuar autorët. Për mua, kjo ngjarje duhet parë në 3 këndvështrime. Në këndvështrimin që mund të jetë konkurenca, mund të jetë shantazhi për të marrë para, por mund të jetë edhe problemet financiare që mund të ketë pronari ose administratori ose kompania. Kështu që për mua duhet hetuar në këto 3 drejtime, thash, konkurenca, duke qenë se kamerat e sigurisë kanë filmuar gjithçka, do të identifikohet autori apo autorët, se ndoshta mund të ketë më shumë se një? Patjetër, unë besoj që ata e din kush janë personat, padyshim që çdo kush i di hallin e tij, por mendoj që duhet parë dhe kamerat në vijimësi, pra kush ka shkuar, kush ka hyrë, kush ka dalë, sepse ne dim që në Shqipëri bizneseve të mëdha, pavarësisht se nuk flasin këta biznesmenët, ju vendosin gjoba nga grupet të saktuara kriminale, nga grupet të ndryshme kriminale, dhe ata e kanë fshehur dhe vazhdojnë ta fshehin për shkak të frikës të problemeve kështu me radhë. Ose ndodhin që marrin para me fajde, nuk e kanë mundësinë të likuidojnë, të shlyejnë kështu me radhë, dhe ata që u japin para kërkon të bëjnë bashkëpronar në bizneset e këtyre. Pra kjo është praktik tashmë e konsoliduar në Tiranë dhe në Shqipëri, gjobat nga grupet saktura kriminale dhe konkurenca. Mirë, do të kaloj në një tjetër çështje. Në fakt, vëmendja është gjithmonë tek SPAK me dosjet e nxehta që ka në duar veçanërisht për politikanët. Këto të fundit ne i shohim që të bëjnë këtë parakalimin e përditshëm, qofshin deputet, ish deputet, drejtues të pushtetit vendor apo ish kryetar bashkish më herët. Kuvendi është shpërndar për 2 muaj, do të mblidhet i njëjti kuvend në 20 maj. Nëse gjatë kësaj kohe mund të ketë në një dosje shumë të bujshme dhe SPAK-u t'i duhet të arrestojë një prej deputetëve, si procedohet avokat? Sepse arrestimi nuk mund t'a bëjë pa marrë autorizimin e kuvendit. Patjetër, kuvendi e ka në kushtetutën është përcaktuar që kuvendi i Shqipërisë mund të mblidhet dhe në seancë jashtëzakonshme. Pra, mblidhet në një seancë jashtëzakonshme, por nuk besoj se është ky. Pra, nuk ja kanë hedhur deri pas zgjedhjeve. Jo, nuk ja kanë hedhur. Problemi qëndron që nëse do të merret një deputet për një përgjegjësi ose nën hetim, mendoj që nuk ka nevojë prokuroria e posaçme që patjetër t'i heqë mandatin, sepse nuk e pengon mandati për të hetuar një deputet. Jo për hetim, edhe detyrim paraqitje. E ka gjykata kushtetuese tashme këtë vendim. Por nëse do të jetë një që rrezikon provat, është i rrezikshëm për t'u larguar. Patjetër, mandati deputetit hiqet, kërkohet ajo kur kërkohet të merret një mas sigurimi, siç është ajo e arrestit në shtëpi ose në arrestin me burg, sepse tashmë u konsolidua me çështjen Berisha kjo histori. Dhe kështu që nuk besoj se kanë më ata kërkesa ose nuk e kanë mundësinë që t'i bëjnë, që t'i marrin një mas sigurimi.